Faqa na ishte dikur, sjell historinë e jashtëzakonshme të Sylvester Stallone, një mësim për këmbguljen dhe besimin të vetja. Nervat e fytyrës ju dëmtuan gjatë lindjes, faqa, buzët dhe gjua i mbetën pjesërisht të paralizuara. Në shkollë u bullizua, u fye dhe u rra një bashkëmoshatarët. Kur ishte 11 vjeç, prindrit e tij kaluan një krizë të thellë dhe u divorcuan. Brenda 13 vitesh, ndryshoi mbi 10 shkolla për shkak të sjelljes së vështirë dhe problemeve që përjetonte. Për vite me radhë, deri në moshën 24 vjeçare, punoi në punë të rënda, pastronte kafaze në kopshtin zoologjik, ishte portier dhe roje nate në restorante. Ëndra e tij ishte të bëhej aktor. Vizitoi mbi 300 studio, secilën disa herë, por u refuzua vazhdimisht për shkak të folurit të veçantë. Askush nuk e shihte si protagonist. Situata financiare u përkeqësua aq shumë sa që ai i vodhi bijuteritë e bashkëshortes për t'i shitur. Edhe ajo e la, bashkë me vajzën e tyre 1 vjeçare. Gjendja u bë dramatike. Stallone përfundoi pas 3, fjeti 3 net në një stacion autobusi në New York, pa para për qira apo ushqim. Momenti më i dhimbshëm i jetës së tij ishte kur u detyrua të shiste qenin, sepse nuk kishte me çfarë ta ushqente. E shiti për $25 dhe u largua duke qarë. 2 javë më vonë, pa ndeshjen e boksit mes Muhammad Aliut dhe Chuck Wepnerit. Ajo ndeshje e frymëzoi të shkruante skenarin e filmit Rocky. E shkroi për vetëm 20 orë. Kur u përpoq ta shiste, studioja i ofroi $125.000, por ai kishte një kusht. Donte të ishte vetë Rocky. Studio tha jo, donin një yll të madh. I thanë se dukej dhe fliste çuditshëm. Ofertat u rritën, $250.000, pastaj $350.000. Ai i refuzoi të gjitha. Nuk pranonte ta shiste historinë e jetës së tij pa qenë vetë pjesë e saj. Më në fund, studio pranoi. I dhanë $35.000 për skenarin dhe e lejuan të luante rolin kryesor. Filmi fitoi 3 çmime Oscar: filmi më i mirë, regjia më e mirë dhe montazhi më i mirë. Stallone u nominua si aktori më i mirë. Rocky u përfshi edhe në American National Film Registry si një nga filmat më të mirë të gjitha kohrave. Dhe gjëja e parë që bëri Stallone kur fitoi para, bleu përsëri qenin që kishte shitur. Ai qëndroi 3 ditë pranë vendit ku e kishte shitur qenin, duke pritur njeriun që e kishte blerë. Kur më në fund e gjeti, i shpjegoi gjithçka dhe ju lut t'ia kthente. I ofroi $100, u refuzua. $500, u refuzua. $1.000, u refuzua. Në fund, pagoi $15.000 për qenin që kishte shitur për $25, por e mori përsëri. Sot, i njëjti njeri që flinte në rrugë dhe shiti qenin nga varfëria, është një nga yjet më të mëdhenj të kinemas botërore. Për më shumë video të tilla, abonohuni në kanalin ton. Na ishte dikur.